Aksesi i studentëve në financë mbetet i kufizuar. Pavarësisht se bankat tregtare ofrojnë disa produkte financiare posaçërisht për ta, ndërgjegjësimi mbi ekzistencën e këtyre produkteve është i ulët. Kështu është shprehur pedagogja Besarta Tafa në një intervistë për televizionin Skan, e cila u shpreh se institucionet e arsimit të lartë kanë luajtur rol të rëndësishëm në ndërgjegjësimin e studentëve për ekzistencën e disa produkteve, si për shembull kredi studentore, si dhe përfitimeve që kjo kredi ofron. Mund të themi që studentët në Shqipëri kanë një akses të kufizuar në financë. Disa prej tyre mund të kenë një llogari bankare, mund të përdorin një kartë debiti ose një aplikacion bankar, por aksesi tyre në produkte financiare të mirëfillta, të dizenjuara për moshën e tyre, është i kufizuar. Duke qenë se shumica e tyre mbështeten ekonomikisht nga familja, ata nuk kanë një akses shumë të madh në tregun financiar me produktet që ai ofron. Megjithatë, sipas saj, bashkëpunimi midis bankave dhe universiteteve duhet të thellohet akoma më tej, me qëllim që të ofrohen produkte financiare më të larmishme për studentët, të shoqëruara gjithashtu me një fushat ndërgjegjësimi. Së pari është shumë e nevojshme një bashkëpunim i thelluar midis universiteteve dhe sistemit bankar, në mënyrë që t'i ofrohen studentëve produkte financiare ose paketa produktesh financiare të dizenjuara posaçërisht për moshën e tyre dhe për nevojat e tyre. Por nga ana tjetër, kjo duhet të mbështetet edhe nga një infrastrukturë e arsimit financiar të thelluar, që do t'i mundsoj studentëve që të kenë njohuri për termat bazë financiar dhe më pas për mënyrën se si të aksesojnë tregun financiar me të gjitha produktet dhe përfitimet që ai ofron. Përfshirja financiare e studentëve është shumë e rëndësishme, me qëllim që ata të kenë qasje dhe të përdorin produkte apo shërbime financiare të përballueshme që plotësojnë nevojat e tyre.